Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam dëshuruar me kushuririn tim dhe dua ta ndaj nga gruaja. Nuk e kam menduar kurrë se një ditë do të thoja këtë histori. As nuk do të mendoja se do më rëndonte kaq shumë gjatë viteve. Unë quhem Klaudia, jam 32 vjeçe dhe për fat të keq, zemra ime vendosi të dashuroj njeriu e gabuar. Kushëririn tim Ardin. E kisha parë gjithmonë si pjesë të familjes, si djalin e tezes që vinte vetëm për festa, por gjithçka ndryshoi pas asaj vere kur u kthyem të dy nga jashtë. Ishim rritur, kishim ndryshuar dhe ndoshta më rrezikshmja, ishim vetmuar në mënyrat tona. Ai ishte i martuar prej 2 vitesh me Lirën, një grua e qetë, e sjellshme, që më kishte trajtuar gjithmonë si motër. Dhe pikërisht kjo e shtonte fajin tim çdo ditë. Për mua, gjithçka filloi një natë gushti kur ishim të gjithë në shtëpinë e gjyshes, duke rregulluar disa gjëra pas zjarrit që kishte rënë. Puna na zuri deri natën vonë. Në një moment, pasi të gjithë u larguan, unë dhe Ardi mbetëm vetëm duke pastruar pluhurin e fundit. Ai më pa gjatë, sikur kërkonte të thoshte diçka që nuk duhej, dhe unë për herë të parë nuk e shmanga shikimin. Më pas ndodhi diçka e vogël, por e mjaftueshme që të më trondiste. Ai preku dorën time dhe nuk e hoqi menjëherë, që aty filloi të më merrte tat pjeta. E dija që ishte e gabuar, e dija që ai ishte i martuar dhe mbi të gjitha kushuriri im. Çdo kush do të largoj, por unë jo, më dukej sikur ndihesha gjallë vetëm kur isha pranë tij. Ardi nuk më dha asnjë premtim, nuk më tha të dua asnjëherë, por mënyra si më fliste, si më kërkonte mendime për gjërat që nuk ja thoshte askujt, si më kërkonte të takoheshim rastësisht, më mjaftonte që të më rrënonte çdo ditë më shumë. Një ditë më bë qartësisht e padurueshme situata. Isha kthyer në hije, në fshehtësi, në dikë që priste çdo mesazh të tij sikur i vare jeta nga aty. Atë pasdite, ndërsa e pash Lirën duke postuar një foto familjare në rrjetet sociale, duke qeshur e lumtur, më pushtoi një ndjenjë që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Xhelozia e verbuar. Atëherë më lindi ideja, ajo që më trëmbje dhe mua vetë. Nëse doja Ardin, duhet ta ndaja nga ajo grua, duhet ta fitoja dashurinë e tij. Fillova të vëzhgoj dobësitë e martesës së tyre, të cilat ishin rutina, mungesa e komunikimit, lodhja e tij. Fillova të mbushja mendjen që ai meritonte më shumë, që dikush tjetër e kuptonte më mirë, që dikush tjetër ishte aty gjithmonë për atë. Nuk kam turp ta them, i hodha benzinë zjarrit dhe nuk më takonte ta bëja. Një ditë, Ardi më duk pak sa i largët dhe distant, i hutuar. E pyeta çfarë po ndodhte dhe ai ul pranë meje pa guxuar të më shihte në sy. Ti më bën të ndihem si adoleshent, tha, por unë e di që ti nuk më do. Ti do idenë që krijove për mua dhe unë nuk dua të humbas veten. Aty më ra bota mbi kokë. Më pas më tregoi se Lira ishte shtatzën. Ndjeva sikur dikush më mori frymën. Më duk sikur çdo tentativë, çdo plan, çdo mendim i sëmur për ta larguar nga ajo ishte shembur në 1 sekond. Ai më pa me një dhimbje të qetë dhe tha: "Të lutem, mos e shkatroj jetën tënde për mua. Nuk më kërkoj të rija, nuk më kërkoj të luftoja, nuk më kërkoj asgjë." Dhe aty e kuptova që po luftoja një luftë që vetëm unë e kisha shpikur. Sot jam duke thënë këtë histori sepse dua të çlirohem. Dua të pranoj atë që nuk e pranova për muaj të tërë. Dashuria ime nuk ishte dashuri. Ishte dëshirë, vetmi, mungesë vëmendje, ishte një zvendësim. Nuk jam krenare për asnjë prej mendimeve që kam pasur, por i pranoj. Kanë qenë pjesë e asaj që unë isha. Ardi është me familjen e tij sigurisht, dhe unë jam duke ndërtuar timen. Për herë të parë pas shumë kohësh po ndihem e lirë.